Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lutim Allahun që t'i bekon takimet tona, t'i bën të dobishme për ne në dunjë dhe të shpërblyera ditën e takimit me të. Ne po vazhdojmë edhe sonte ndërlozur me çështjet, tema që i ka trajtuar Ibn Qayyim rahimahullah në librin e tij Smundja dhe ilaçi. Dhe kemi përmendur se smundja që për të flet Ibn Qayyim është smundja e mëkatimit. Kryesisht dhe ilaçi që për të flet është ilaçi i pendimit. Këto dyja janë temat kryesore të këtij libri, andaj flet në aspekt për dëmet, për pasojat e mëkatimit, sa është problem mëkati në jetën e njeriu dhe si të fuqizohet guximi për pendim dhe të mbahet njeriu stabil në këtë aspekt. Kemi përmendur në 2 takimet e kaluara disa prej pasojave dhe sherrave të këqijave që sillen mëkatet. Derisi por ka qenë një trajtim më i përgjithshëm i ndikimit të mëkatimit në jetën e njerëzve, ndërsa derisi kaluar ka qenë një trajtim më i detajzuar i këtij problemi. Edhe atje në takimin e kaluar e kam përmendur se sa janë këto detajzime të rëndësishme për ne. Sepse Ibn Qayyim rahimahullah ka përmendur përmi se 50 pasoja që secila në vetë është e mjaftueshme me shkatërru ahiretin e njerit apo. Mos flasim për dunjon e tij apo. Dhe gjitha këto japë me kuptuar domosdoshmë se mëkati si problem, s'po flas si njësi, mëkati i vogël i madh, njësi tani dallojnë, po mëkati si problem, domosdoshmë sa duhet trajtuar me seriozitet, dhe sa duhet të jetë nga problemet kryesore që ne mirrim me tonë tonë të përditshme. Duhet të them një sen, gjithashtu në këtë hyrje këto që konsiderohesh është nga dobit më të mëdha që mundem i dëgju njëri në raport me këtë libër, por ndoshta edhe me shumë trajtime tjera. Kur Ibn Qayyim rahimahullah flet për pasojat e mëkateve, atje kemi marrë domethënë të privon nga dija, të largon nga Allahu, kështu kemi pranë disa. Mund të përmendim me radhë me lezu, me radhë tjera sa ka. Sot i kam përmbledh disa tjera, domethënë që flasin për to si probleme. Për me kuptu hala më mirë këtë çështje të ndrozur, unë e kisha ndryshu kondin pak aftën. Qysh? Në kondin nga i cili po e shikojmë këtë temë është kondi i shëmtimit mëkateve, sa janë të këqija dhe çfarë pasojë kanë. Ky kondi apo. Mirë, hajde të kthejmë tash njëjtat këto që i përmend Ibn Qayyim rahimahullah, me i kthy ka kondi tjetër apo për shembull apo. Këto janë pasojat që sill mëkatimi, apo. Tash nëse e ndrom kondin, çka shikojmë? Çfarë mirësie sill pendimi apo? Çka kështu më përmend? Për shembull, nëse çtojnë pasojat e mëkateve që kena përmend, do të flasim për tjera apo për shembull, halo do të flasim. Jon pasojat e mëkateve. A ne s'po flasim për pasojat e mëkateve. Ha po flasim për mirësitë e adhurimit apo dhe pendimit apo. A mund të përdor të njëjtat pika? Po apo. Prandaj këto pika të vëllezër që po flasim për to, domthonë, nuk janë vetëm pasojat e mëkatimit. Kuptoni drejt se kjo është më ndonjë dobi shumë më shumë krejt që to tani është çështja e mëtyrës me krejt apo. Nuk është çështja e pasojat e mëkatimit në kuptim sa është mëkati i keq, nuk është vetë kjo apo. Po çka është apo? Të vëllezër njëri e jeton jetën e tij apo. Se s'li nga jeta e tij pret diçka apo. Pret ka pritshmëri në jetën e tij apo. E mat cilësinë e tjetuarit me disa arritje të caktuara, suksesin e mat me diçka. Nëse bëj këtë, nëse ndërson, nëse çka bëhet, është jeta mirë, nëse kjo s'bëhet, është jeta mirë. Çdo kush i ka disa standarde, i ka disa referenca apo. Për shembull, nasi musliman, nasi besimtar. Sa nga këtu mundëm i përmend që arritja e tyre është tregues i suksesit. Pra më mundin përmend disa të përgjithshme, adhurimin ndaj Allahut për shembull. Shumë të përgjithshme. Kur hin në këto detaje, don e kupton hartën e detajzuar të jetës tonë edhe pritshmëritë që duhet mi pas nga jeta.
Do çto që po flasim për to, merrni ato të kaluara që kena thonë. To sonte që do të tas për to, edhe mbasoj e hartoni, e skiconi në mënyrë të detajzuar jetën e juaj deri në xhenet atë. Pa asnjë problem atë. Mënej që kjo është dobia më e madhe, më kryesore që ne përfitojmë nga këto udhëzime që ulemat ne kanë dhënë. Kjo është një manual jo veç për problemet e mëkatimit, jo, po edhe për hartën e udhëzimit atë. Çka duhet të njëjtë me prit? Çka është për realisht çka duhet të bëhet për shtypjen e ty apo si musliman? Çka është kur bëhet jeta për më interesante apo si musliman? Çka bën jetën tëmë interesante apo? Çka bën? Kur ti ta kupton ç'është duhet, nuk e shet për kurrë në dunjë më. Tani nga ky pozicion e lufton hala më fuqishëm mëkatin, se nga pozicioni veç i parlamentit i shëmtimit apo. Besoj që është si hyrja e qartë. Po na po do me kuptu kur flasim për mëkatet, shpesh njerëzit e kuptojnë si trajtim që domthonë është i fjalë ngarkesë në jetë, që po kërkon largohu mos e bë. Jo, ne flasim pikërisht për jetën. Ne kur flasim për largu për mëkateve, ne kemi cikën takimin e kaluar, apo jeta domthonë cilësore, përmbajtësore është ajo që është në qëllim caktuar. Ajo që hub efekt në jetë është mëkati. Për çfarë sigurisht kam cek shembull, njeriu që ka marrë pushim një muaj ditë me shku me pushu, e usmu, ka nejtë në deti, ka nejtë në spital, apo ai një muaj ditë pushimi ka shku, sahi, po ka nejtë në spital, ai nuk gjehet që është pushim apo. Pushimi të ka shku apo ka shku. Edhe jeta e dikujt shkon që ashtu apo. Ai jetë ka bë, po jo jetë pamëve të bukura, përtimeve të duhura. S'është jeta, s'është jeta apo. Prandaj Allahu xhallahu don që më të mirë apo. Ai është krijuesi i jetës, edhe ai është krijuesi i lumturisë edhe i kënaqësisë. Ai apo. E nuk ka kush e ndron ligjin e tij. E pamundshme është apo. Prandaj në detaje i njohim këto sa të vëllezër, aq më tepër e kuptojmë jetën. Aq më tepër kena qartësi në jetë, që thonë ki vizion jetë. Çfarë vizioni apo? Ç'kjo vizioni, ç'kjo është harta e udhimit apo? Ç'kjo është domthon krejt jeta e detajzuar. Unë nëse më jap Allah 1000 vjet, që tash e 1000 vjet di me të çka më bëhet të vërtet. Apo a ka vizion më afatgjose që kjo apo? A ka më jetë më përmbajtësore, më të pasur se ç'kjo nuk ka. Ç'kjo është jeta e duhur apo? Krejt tjerat pastaj me çto kanë kuptim. Janë interesant, funksionojnë, kanë përmbajtje, kanë shije, gjithçka apo. Pa çeto, kur s'ka kuptim. Absolutisht, dynjon me ta që më arrës, të kryjmë punë apo. Pa çeto që po flasim. Prandaj këto nuk janë konstatime, po mënej periferike, konstatime po mënej sipërfaqësore. Jo. Këto janë nga thellësitë e kuptimeve që veç dietarët e këtij kalibri zhytën thellë e dalin thotë që margaritarët merr. Atje poshtë s'u ndal. Që ti ski oksigjen mjaftueshëm me adalet e poshtë. Unë hi për të jotën. Në margaritarët e Kuranit sunet, na him atje poshtë, e nxirrëm, merr atashti, haja peshkun e gatshëm ose merr margaritarin që veç në thellësitë më arrin atë. Kjo është begatia e madhe, kjo është mërësia e madhe vëllai. Për to njerëzit kanë jap keq që kanë pasë, ka shku larg mi marr mësimet e tilla që thash dietarët ne i kanë përshesh mirë më të mirë të mundshme, më të lehtë të mundshme. Prandaj kjo hyrje edhe hyrja e kaluar, nëse bën bashk, kuptohet tani krejt, nëse shkojmë edhe jo 50 që ka dhënë kemi, edhe 500 pasojmë pranë, se s'llatën veç e pasuron, veç e pasun. Nuk ka më tani veç dëgjim, me thonë pasiv apo. Po ngojmë një, po dy edhe kjo që ja. Nuk ka çështë kjo apo. Nuk po kam që me dëgjim në anë të numërimit. Hoxha i numëroi sonte pasojat e mëkatit. S'jam duhet për numërimin apo. Unë po flas për domthon kuptime që sesla i jap kuptim jetës, sesla e bën jetën përmbajtësore, me pas jetë me përmbajtje, jo jetë boshe, zbrast nga përmbajtje të mëdha apo. E për me qenë kështu, duhet të më kuptu edhe nga aspekti i mëkatimit, po edhe ndërja kondën nga aspekti përjetimit apo ndërtësimit. Ndrimi Ibn Qayyim rahimahullah thot, tash mundem të thonë nga pasojat e mëkateve, po edhe nga kërkesat e jetës, apo tash vart ka qasje me formulimin do të më kon ndryshe, po përmbajtja është e njëjta.
Po me që përklasin për mëkatet, po shkoj ka aspekti mëkateve, po jo dhash udhëzimin që edhe me i kthy në atë pjesë atje, mundi mi kuptu shumë drejt ato. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, nga dëmet që shkakton mëkatin jetë, është thot se e dobëson vullnetin e zemrës dhe ambicjet apo. Domthon zemrës Allah ja ka një pozicion apo. Allah ja ka thënë një pozicion. Cili është pozicioni i zemrës apo? Pozicioni i zemrës është, domthon, është organi kryesor, jo ky organik, po edhe zemra me kuptimin sheriatik, pjesa e brendshme kurinimani apo është përcaktuesi i krejt qenies njerëzore apo. Çet pozitë ka, është mbreti. Është mbretja, po. Dhe mbreti mund të jetë shumë aktiv, që aktiviteti dhe ambicia e tij është në të mirën e popullit vet, apo mund të jetë shumë pasiv, i mbyllur në kënaqësitë e tij, i mbyllur në mirësitë e tij, edhe sa kokave që ka pëlluar me tjetër apo. Edhe zemra domon të vëllazër e ka një pozicion dhe ka një aktivitet dhe në vazhdimsi Allahu xhallahu ala e furnizon me ambicie dhe me vullnet apo. Sa ma tepër e lojmë zemrën me punu me ato që ka Allah e kalon, pa i bo pengesa, ma tepër i ngjall këtë gjymtyrët. Tani është lëviz dora, ku mëse, këtë pasuron apo. Këtë pasuron gjuha me fjalë pastë, pasurim. Sa ma tepër është mbreti, udhëheci, apo aktiv, me investime, me punë tjera, këtë populli pasurohet. Normal, sa ma tepër ai kufizohet, vjedh, ose është pasiv, farfnohen, apo. Shumë është më rëndësi, politikat edhe shtetënore për këtë punë. E zemra është e tillë që Allahu xhallahu ala e ka krijuar për me ngjall krejt qenin, ka fuqi me lëviz krejt çka ka njëri apo. Drejt pasurimit apo. Don që dorat pasurohet me vepra të mira, syri me punë të mirë, këtë pasuron apo. Edhe ka ambicie të mjaftueshme që të shërbehet me to në lëvizje më të tjeshme. Në që kjo është jeta realisht, më u pasuru me që do, pëtën. Më ka ime më dhe thot, dobësimin e vullnetit e shkakton mëkati. Don faktori destruktiv që realisht dobëson vullnetin e zemrës, e gjon pastaj si punohet dorës, nuk lëviz, i ka hup, fuqia. Komës nuk i lëvizet, mendjes është e lot, këto këtu pastaj realisht përhapen tek pjesa e mbetura, pa kushtimisht popullit, se dora, mendja, syni, e këtë mërë jënë populli i zemrës, apo. Ajo është mbreti, ajo është udhëheci, apo. Andë thotë Ibn Qayyim rahimahullah, sa ma tepër forcohet pozicioni i mëkatit, dobësohet pozicioni i zemrës, apo. Kjo e ligj. Do një jetë e mirë është që zemra me konë Allah mbreti. Që kjo jetë e mirë. Kur të udhëheq zemra, nga se jetë e keqë me të udhëheq e pshë, është jetë e keqë, kjo nuk është jetë përmbajtësor, nuk ketë lëvizje një që ka i banjeri i banë si përgjigje të epshit vetë. Kjo është jetë Allah. Jetë është kur jetë ajo është përgjigje e bindjeve tuja, përgjigje vlerave tua, është përgjigje e zemrës tonë, kur e udhë, që ka është jetë mirë. E këtë jetë mirë e turbonon kush? Mëkati, se e faktorizon epshin, e dobëson zemrën. Dhe zemra kur dobësohet, bjen nga pozicionimi vetë atë. Kur bjen nga pozicionimi, s'ka ndikim, hub komunikim me pjesë të tjera. Ato dobësohen, se s'kan furnizim, s'kan informata. Dhe njërë shkon duke u plëkshtuar, duke u lodh. Duke e lodh jeta, duke e lodh për dëshmëria kështu më radhë. Prandaj, që ta njëri me di si rregulla, në jetën e vetë, e kupton do se me asnjë kalkulim, do nuk ja vlen që njëri me faktorizu epshin e tij në dëm të mendjes së zemrës tij apo me bondin e mëkat, pa çka do qoftë, përveç në rrasë të afektit ose të habit saktuar ku më njëherë e rimer vetën e tij. Çështja e dytë që e thotë Ibn Qayyim rahimahullah, e pse këto këto janë pika që janë çmehon temat më të tjetës apo. E dyta thotë Ibn Qayyim rahimahullah nga pasojat e mëkatimit, nga problemet që të mëkati, thotë është se bie niveli i
shëmtueshmërisë së mëkatit apo. Do njerin e ka kriju Allahu xhallahu ala me natyrshmëri të pastër. Çka nuk kupton natyrshmëria e pastër? Me dashur mirën edhe me urrit keqen. Ajo është çtu i prinë apo. Pastaj a shërbet me referencë të duhur, me njohur çka është e mira e me e dashur, edhe çka është e keqja me urrit, është çështja e tij pastaj. Shkon pejgamberi son. Prind pastaj e bujnë të tillë të këtill. Prind e kanë problem pastaj që ja huq në referenca ose edukat ose rreth ose shoqënia. Në esencë është i prirur me dashur mirën, me urrit keqen apo. Njëri në esencë e don drejtsinë. Situatë normale është kur njëri e urren pa drejtsinë. Çka është situatë normale? Çka është situatë normale? Andaj a do një jetë normale? Jeto me këtë normalitet. Jeto me këtë natyrshmëri. Bërja mëkateve e prish këtë balans apo. Edhe fillon që shëmtueshmëria, domethënë nga pozicioni i shëmtueshmërisë të kalon në nivel të pranueshmërisë. Apo e shëmtuar po e pranuar. E shëmtuar po e pranuar. Nga niveli i pranueshmërisë në nivel të normalitetit apo. Normali duket më. Nga niveli i normalitetit në nivel të mburjes edhe kënaqësisë apo. Fillon që të pastaj çaja që dedi u kon shumë e shëmtuar, sa të çështje që ai mburret me ta. Shikoni për shembull, ma qartë mo, me kemi rejmëlla këtë e kam për 700 vjeta, po këpëtën. Nuk s'ka pas qasin me gjysën e botës, e kështë më radhë është. Qëta e gjonë sot e? Prej një veprimi që u konë smundje, u konë problem, sot është parada e kënaqësisë. A është e njëjta? Që kja është, apëtën? Mburje, apëtën, den që nivel, që ti një është i kompleksu, me dhonë që zban kjo punë, apëtën. Shkoni pranë ku ka ardhur çështja, apo kupton, domosdoshmë çështja e trajtimit të disa çështje probleme të shëmtuara është një apo. Dhe në nivel që domosdoshmë ai që e konsideron këtë të shëmtuar është kogja pozicion të kompleksa apo. Don ma komod njët, për shembull, apo kushtimisht po një femër e zhveshur më zvet para teje, apo më komod, pa problem, se ti që je okej në rregull e s'ki problem. Më komod njët para teje që je rran, e mashtran, e din që po bën çashtu, se ti që s'bën çashtu. Këto janë përpjekje për normalizim të që kjo është rruga. Shëmtueshmëria kur nuk funksionon, apo kalon në pranueshmëri. E keq është po çka kanë me bubur. Apo pranueshmëri e shëmtueshmërisë apo. Kur shkjo pranueshmëri prapa thon, nuk ka rezistencë, se shkon tu dobësu zemra, mëkati fillon me kon agresiv, kalon në nivel të normalitetit apo. Normal është më. Normal kjo. Pastaj nga normaliteti në mburën kënaqëria. Ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shikoj, ka thon këtë hadith pejgamberi para 1400 vjet. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shikoni këtë ditë ka thonë me një shoqni ku mëkati u kon turp, ku mëkati u kon emet. Në çat shoqnie ka thonë këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pse e ka thonë? Për të na paralemruar për çdo situatë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Krejt umetit tam ja fal Allahu, përveç atyre që publikisht bojnë atë. Ka thonë Rasulullah, shikoj sahabët kanë ai gjësisht e kupton mujahidin. Mujahid din kush është, vetë sahabin çfarë çka mujahid që del për jashtë po diçka publikisht, ai din. Po kur e kanë një mëkat publikisht se kanë marrë çysh publikisht. A kupton kanë sahabët, o menil mujahidun ya Rasulullah. Kush janë këta, çush njëri bën gjuna publikisht, se kanë kuptuar çu si bën kjo. Se kon shoqni ku më bëni gjuna do më shkon vash skutën i fat, problemi u kon atë. Se ka kuptuar çysh dikush del publikisht bën gjuna, se ka kuptuar atë. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ky është ai që e bën natën gjunohin, jam lënë Zoti që o ditë do të prom që ja ka pa apo ta bën natën. Sa dhe bëkaj më rahimullah, që ky jam shil derën vetes teubës pi brenda apo. Apo. Ne ke pa dikush kur të mshël derën pi jashtë, ki mundsi me qel. Po më jam shil vetes derën pi brenda apo, më së pasu kush naton kur ta qel derën. E çukim me çet publikim, jam shil derën vetes apo. Kta rrallë pendojnë sa njerëz. Do njëri që publikisht me kënaqëri bën gjinoha apo. Me mburje, edhe kjo s'ka më njëherë, kjo ka si avancim apo.
Ajde në vëzër, publikimi i mëkatit është strategji e qëllimshme. Nuk ka veç për shembull një njëri ka u marrë, sa veç marrë kjo apo? Jo. Për shembull, në vend të arabe, kur ka fillu fushata e largimit të hijabit apo, çush largu. Si tani? Çush kanë qenë gjyshat tona apo? Jo kokat, po ka qenë fytyra më luma apo? Qysh është bë procesi i zbulimit? Një 3-4 gra të njerëzve me ndikim, kanë dalë publikisht para njerëzve, publikisht e kanë hjek aftën. A dini që fatkeqësisht në shumë qytete, kryeqytetet arabëve, veni ku është hjek shamia e ka emrin sheshi i lirisë aftën. Sheshi qëto o shkur liria këti veni, ku hjek shamia. Normalizimi i çështjes aftën, publik aftën. S'ka qenë. Është dash dikush me dalë me publika. Dhe së normalizohet. Kur normalizohet pastaj bëhet tani kenara e pjesa. Tash, bëmun krenar që kena arrit me hek një pengesë, një barë mbi supët tona. Prandaj vëzën, nuk ka çështje e gjunave, çështje a dënon Allahu atë. Kjo bolla është e madhe, kjo kryesore, po jo me kuptimin e aspekt juridik, është gjuna i madh, është xhenemi, jo me çto apo. Sa çështë apo, jo. Gjunaja është pyk që futet në drasën e unitetit muslimanëve për me qapën. Që kjo është qëllimi. Sa gjuna ka pas gjithmonë, ka pas vakt pejgamberi gjuna ka pas. Po është dallon kur gjunahi turp, edhe kur gjunahi në skut, edhe kur gjunahi i dominuar, edhe kur ai është dominant, edhe kur bënimi kënaqësi apo. Dallojnë sa ato. A dallojnë? Prandaj don, çfarë po bëj rahimullah. Nëse s'jeni të vetëdijshëm për këtë problem, çu të vjen puna apo? Vjen puna me tor marrë. Për shkakun që s'ki dashnora. Marrë. Marrë, për shkakun fatkeqësisht, ai s'ka marrë, po si të bëj çfarë më përdor për shkakun që sikur se kanë pru shumë fatkeqësisht në shkollat tona që një djalë një vajzë për shkakun që nuk kanë thith pak plohën një herë është s'ushmo kom pjesë e grupit apo. Para më natë. Ose më flas për rrezillëçe e tjera banalitetave. Sot nuk është fatkeqësisht në shoqërinë e rinisë tonë. Nuk është faktor i kënarisë apo suksesi i shkëlqyeshëm në shkollë apo. A është? Po nuk është fatkeqësisht apo. Mirë është, lumia apo. Ama ai është një mëson shumë kjo apo. Është një farë izoluar që aty apo, i bullizuar vazhdimisht apo. Ata që janë mrena, ata që këtë masina bojnë, ata që mojnë kjesën gjep apo. Fatkeqësisht apo. Qysh na ka kështu tabe që na ka ndodhur? Që po të kallzoni një bon mirë apo? Si të normalizoni e pranoni, gjynzoheni, pastaj edhe filloni edhe më kënu me probleme të tilla. Apo kuptojnë vëzë, sot çështje veç po problemi i gjynës, nuk ka çështje, a është haram i madh, haram. Nuk ka çështje këtu apo. Se prapë vakt pejgamberit ka piraki njerëz apo. Vakt pejgamberit në Medinë. Sa çështje që na do të bëjë çështje me laçe apo. Ama problemi është që mëkati ndodh, por përderisa mëkati ndodh dhe gjithmonë gjykohet i keq është, së dash me bë, mirë puna atë. Momentin kur e kalon këtë limit, edhe fillon të pranohet, të normalizohet, e të krenohet, tani më është eskalimi i situatës, dhe ndoshta në pakthim Allah në rrugë. Ç'kjo është ajo që thotë Ibn Qayyim rahimullah. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, kur flasësh për mëkatet, aftën, ti nuk po flet, kjo është fik i thellë asnjë vëllai. Kjo është kuptimi i thellë. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, kur flasim për mëkatet, ti nuk po flet për një veprim. Tash unë pak parafrazoj Ibn Qayyim për me kuptuar më drejt apo. Nuk ka çështë të thash i veprimet apo. Po çka është? Thotë Ibn Qayyim rahimullah, çdo mëkat është trashëgimi e një populli që e ka shkatruar Allahu më herët për ta hapur. Apo. Nëse Allah e ka shkatruar një popull pse ka bëu gjunohe, ti po bësh tërgjimtar i ringjallës së popullit shkatruar. A s'është kjo punë në vogël? Apo? Allahu xhallahu ala e ka shkatruar popullin e lutet apo. Pse e ka shkatruar? Di pse e ka shkatruar popullin e lutet apo.
vazhdimësia e kësaj është ringjallje e trashëgimisë së popullit shkatërruar nga Allahu te barekuhu te ala. Pse e ka shkatërruar Allahu popullin e Shuaibit alayhis salam? Pse e ka shkatërruar? Se kanë vjedhën peshore, kanë bërë dredhin tregti apo. Ka mashtruar. Ka mashtruar tregti, biznes ka mashtruar apo. Çfarë kanë pas? Ka shit mall fals, kanë marrë peshore ndryshe apo. Që kjo është tregtinë kanë pas të deformuar apo. I ka shkatruar Allahu xhallahu ala. Ai që vazhdon të ashat praktikë çat mëkat, sërve çështja e mëkatit është i vogël e madh. Jo valla, ti po ringjall trashëgimit të popullit shkatërruar, për që gjuna Allah e ka mbyt një popull të qoshë ngjall. A korrektur këtë mëkat sot. S'është më çështja veç e një gjunaje ajmë, jo. Tash çdo kush për neve ngjall trashëgimia. Çka që po flasim na trashëgimia. Po, e kujna? E Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Qëtaja ka mësu pejgamberi sahabeve, tani sahabët ta bëjnë, ata aty tani bën kaimi këtij, ky me këtij, sot unë juve ju dikujt, që kjo trashëgimia. Po ndoshta njëjtën ku dikush po ngjall një tjetër trashëgimia. Apo. Tash këtyre vëlla opton. Çfarë trashëgimia po ringjall apo. Që këtu këtyre mëkatin. Këtyre si diçka që domethënë nuk ka qenë po ringjallet. Ose ringjall po fuqizohet atë. Është trashëgimi e popujve të shkatruar. Prandaj më ka marrë të kapik thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Kush i përngjan një populli, është prej tyre. Fatkeqësisht përjasimi shpesh kuptohet në çështje të jashtme, edhe pse aty bën pjesë. Me përjasimi i tuajve të tjerëve, ato në inat, në armiqsi, në zili, në lakmi, në pangopsi, është më i rrezikshëm, më i keq. Se mi përngjan për shembull flok të Shqipërinë ose të tjerë të Shqipërisë. Pse edhe kjo pjesë asaj që nuk bën mi përjasuar. Po përjasim. Shkani të mëdhës pejgamberi sa e ka rujt. Don mëkati e prish identitetin e vëllazë. Ti si musliman ke identitet. Shikoj din çfarë detaje detaje pejgamberi sa me shpallje, domthonë e ka formsu bukur identitetin tonë me këto detajet apo. Identitet shihet apo. Identitet do të ti si përngjan diku, ti je original. Ti original, domthonë edhe më falni shpejt nevojën që hyn në Allah. Apo, se na jena me kont majt, e para se mi thonë bismillah, e tani nuk themi ka kibla, e tani e kena një mënyrë të caktuar që shë edhe urinojmë, apo kjo pjesë, din që drejgja është rujt originaliteti, as tu s'ke nevojë mi përngja. Mos ose punë të çështjeve madhore të besimit, të trajtimit, të sjelljes, të edukatës. Andaj ai që e prish këtë ran, domthon e hub originalitetin, identitetin, kalon në përgjasim që është aktrim, në kohë original. Prandaj shpesh për shembull veçanërisht në botën arabe për shembull kur isha deri të bëu do punë, shumë njerëz që shkojnë për këtu thonë, "Hesu kish i japën." Shkojës ata s'jam për këtë sen Allah. Apo a thosh ashtu dikush kan? Ti çasit punë njëta ti ishe edhe këtu, ishe kudo kuft. Po kur shkojsh mi po ata te Mekë ato bëu si farzanësh, ti shikoj apo. Kur kanë të çajsh apo pse? Këtu venis thotë ti tjetër identitet, ti tjetër veprim apo. Andaj më ka ta prish identitetin, ta prish originalitetin, të nxirr nga baza në aktrim, në shtirën false. Si jetë ky Allah? Ti si je që ti je që ky apo. Andaj mëkati e prish këtë. Çiretet në vëllezër që e ka pranë kemi të mëkatet është se ne dim se në vëllezër domon gjithçka që na bojmë e bojna me çfarë? Me lejen edhe ndihmën e Allahut te bartën. A mund me ngu që ta ashtin nëse Allah s'është të kujdes për dëgjimin tënë? S'mund. Nëse Allah xhallahu nuk është dhe ku kujdes për dëgjimin tënë, dëgjimin tënë e kalon menjës tone, me menaxhu. A mund me dëgju mua? Ja s'mund. Nuk mund. Allahu xhallahu kujdes që ta është elhamdulillahi rabbil alamin. Rabb kujdestari i krejtëve që kanë këtë botë, kujdestari. Kujdes për dëgjimin, për frymon këtë, që ta është i madh, që ta është i madh. Se elhamdulillah, Kurani fillon me elhamd, me këtë kujdes mahnetës në detajet të këtë krijesave, ai kujdes elhamdulillah. Elhamdulillah që se kalon këtë kujdes prindve tonë, se i shumë shku poshtë më tjetër.
Apo, që ta thush, elhamdulillah. Elhamdulillah, o Zot që ti kujdesesh për krejt, s'ma kalon mu, s'tona, kësha harru gjysën e trupet, kësha harru që e kam belapta. Allahu kujdeset për të shkafën. Elhamdulillah. E të nërëzër, shiko sa është madhështore, sa është madhështore kujdesi, për të këtë. Sa është kujdesi madhështore, sa është mahnitës, që realisht të frymëzon vazhdimisht me falënderim. Kush? Kujdesi, aftën. Mëkati e zbej këtë kujdes, aftën. Mëkati e pengon këtë kujdes. Që ata thotë Ibn Qayyim rahimahullah, dhe më thonë, pse ke bo mëkat? Për shkak se ka mungu kujdesin ndaj teje. Pse s'është kujdes për ty? Kjo është pyetje e madhe, aftën. Që Ibn Qayyim rahimahullah te kapitullit e Taubes në medalje sadikin që kena folur për të mamati, po kanë prapë ato mirë ngjall çështet e pendimit, është kapitull hatashëm i madh, apo pendimi që flet Ibn Qayyim rahimahullah si projekt i jetës, jo si akt. Dallon me pendimi si akt. Jo pendu 15-6 ditë në ajte, apo edhe me si projekt i jetës pendimi. Dallojnë sa ato. Ibn Qayyim rahimahullah flet për pendimin si projekt i jetës. Ndërta thotë, apo kur të pendohesh për të pas pendim cilësor, kualitativ, që është i qëndrueshëm, pendim që mo e kthen, domethënë tjetës ndryshe, një nga ato është me vetën tonë, pse rosh në gjuna më Allah. E a thot krejt përgjigjet të thush për argjëna se tunet me filonin, tunet me këta, po veç masaj, tu ato e fazat domethënë fillestare të hulumtimit ato ke pa pisa është e gjon e hulumtimit apo. Pse argjëna, pse bona krim? Duke shku me eliminime, duke ngushtu pistën, pse? Është që Allahu s'm ka rujt ato. Sa ai kur trun, s'man gjuna ato. Yusuf asum kur s'ka bo gjuna. Kur e ka refuzuar gruna. Çka ka thonë? Nëse ti s'm pushton një rab, unë shkoj Allah. A ka thonë? Son smujmë. Yusuf i ka thonë, nëse ti s'mon, unë eca. Ja pse këtë se bebet më rujt i ka marrë atë. U ike, ka thuj shpinën e s'ka dashta, prap ka thonë. Unë e ligë në apetun, edhe njerë me po më thonë, në qatë më apëtën. Andaj ti nëse më. Përnëm përshamë njeri, kur vjen të mëkatime, thëtë, subhanallah, a ja vlenë për të mëkata, apëtën, me umë këtë kujdes të Allah, gjellë vala, apëtën që. Se tani qëre, kur shohë dora, nuk dhjetë të një, a bjen një 2 shkolla, 5 shkolla, nuk dhjetë të një e rame asartë, e din, apëtën, nuk e din njëra, a bjen një katë ma poshta, a bjen 5 katë ma poshta, është e rrezikshme me ta shudorën atë. Dhe menaja këtë në mëkatim se është lëshim i dorës, është zbehje kujdes atë. E Allahu xhallahu thotë të vëzër, domthon, subhanallahu do punë shkëndësoni tash kin tema në temë, sa na merr shumë kohë, po isha duke lëdur para kësaj dite, domthon këto konstatimet e shkencëtarëve për kosmosin atë. Domthon, konstatimet e tyre janë të mërshme, apo. Në kuptimin e asaj që kur dim që ndodh mas 2 sekunda, apo. Që është puna të lyqë, apo. Dhe që është, adin që është lëviz me shpejtësi të madhe, apo. Edhe nuk din të çka si me ta për një shamë me kuptuat, një shamë që muna me silë këto, për shamë. Për ne, për shamë, ti me pa në autoban, të shku, autoban në Evropës dikon që është gatë dikon, me shku, ose të arabisht, të qenë direkt drejt, me e keme dine autobani madhë, apo? Me pa një kërë, pa shofer, pa kurë, 200 km në orë, apo? Qa të urte, apo? So, e që kur përplasë këtë dikon, se së në qanë gatë kjo, apo? Bre, s'pa përplasët, apo? Se është e pa parashikueshme më të përplasë, apo? Një nga shkencëtarë thëjke, do me ditë thëjke njerëzit që rrën toka, apëtën, sa është apëtën, të smerë gjumi, apëtën. Të qëtash po bjenë, apëtën. Allahu Gjallahu Ala e ka bua t'ilë me ka dhu që, apo më shënë që i pëmojnë, apëtën. Apo shënë që i veç në pëmoj, se me kësi shpejtësie të levizis, apëtën, apëmesh, pa ju kur gjë, diçka që pëmojt, është dikur që i veç për thot të rej, apëtën. E këtë konstime ka thonë Allah mati, apëtën.
Allahu xhallahu ala çka thot në Kur'an? Allahu është që mund qitë tokën. Allahu nëse ai e lëshon, kush e mund min badi mas ti, kush e mund? Kujt pjalë dorë, kujt më alon dorë në mohit atë. Kush e mund? Apo Kate Kosmos në mund apo. Mahnitën shkencëtar me këtë lëvizje, shpejtësi marrëmendse, srokët apo. Vetë ti tu surrak valla apo. Nuk ka ty do që është. Andaj kur të kthesh te vetë jote, veç Allahu të mund apo. Mos me të mojtë Allah Azza wa Jall, wallahi, apëton, as s'ka kufër, as s'ka shirk që në nalë, apëton. S'po flasë për gjëna, apëton. E pse pe provokon këtë kujdes, pra, apëton? Që kjo është? Pse pe provokon kujdes, apëton? A presa mirë për të mojtë, apëton? Të ka mojtë si në kufër, të ka mojtë si në shirk, të ka mojtë si në këta, përse që për të mojtë, apëton? Të ti i binu që e për të mojtë. Prandaj, e mëkati i shikuar nga ky pozicion, që të arun kujdes në Allah Xhallahu Ala, është tjetër nga mëkati që se ka parasysh këtë pasoj që pole për ta. Të vëllezër, prej pasojat mëkati, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, është se mëkati, domthonë shiko Allahu mëkati pozitivitu që pastaj e komentoj nga faza tjera. Ibn Qayyim thotë mëkati e dobëson respektin e njerit për vetveten. Allahu Xhallahu e ka kriju njerin me respekt, që ka si orë në dunja me lashtin ka nësejtë. Edhe Allahu te baraka o taala ja ka zbrit udhëzimet njerit për me arrujt i tibarin, me arrujt respektin. Që ka për shembull udhëzimet fetare, e mbajnë njerin nivel të dignitetit e karakterit, apo e poshtnojnë për shembull. Jo, valla, momentin kur thot feja, as kujt mos ju porol, veç Allahu Xhallahu Ala. As është ndera? As është ndera? Është nder. Të ka ngrit. Këtë forma të tjera të idhutarisë, të nënçmimit, të porulës, këtë i ka fshi, s'ban. Apo, nuk ban apo. Të ka marrë të kenar edhe me shprehje. Lavdo te çtu. Mi këto mos lavdo kërkon hiç. S'ban me lavdo me këto. Po e lyp, s'ka me lavdo se ti tani bjen në shirk, s'ban apo. Apo, me të marrë të kenar ty. Me të arruj ty se ti nëse e lavdina, nëse na i thëna një mreti, ti e Zotit ti, çka i bën Allah të kjo? Kur gjë? Absolutisht. Asa i zbot që është shpothu ti, asa Allah nuk kur gjë? Ama ti në nëshmosh Allah, ti për ulesh, po pse e lavdon me gënjesht, pse po rritesh me... Që ka të karuj ty, të karuj ti barën, të karuj të Allah të barë këta. Pa ne kam su dhe regullat në një, të kam su dhe regullat. Mërë, shikoni për shkakun ka rregullat është që njëri te dietar për shembull, edhe në vetmi kur është për shembull, apo më është te shumë dietar e ndaluar me një patesh apo. Për të respekti me njëra apo. Ka moment, po fat kur është për shembull njëra apo. Ka një farloj edhe ka shi vetë se ka një edukat të veshjes apo. Apo. Pse? Mi harrut respektin vetvetes, që vetëm me pas respekt apo. Mi harrut marrën e vetvetes ka shi vetvetes apo. Apo. Që ka qëfar feje e respekt, mëkati, ta prisht, bën pes para, s'ten as dignitet, as karakter, as personitet. Që ka njerë, për shambull, me qëfar titush, qëfar rritjes, qëfar sana, apo gjënzojnë karshin e epshit saktuma, bjen dy gojta, e sil ka dëna, ja prish jetën me familje, me mi, me ketja prish. Pse? Gjënzim, ose për shembull për një pozitë caktuar më është ran, lavdran, apo nënçmohet, parulet, më jalloni një çantë diçka fiton. As është nënçmim kjo, arnohet për çfarë? Njerëz arnojnë gjithësisht sa i po flasën për jetë, që ta bën mëkati ta kallzon ka do të më shkujeta besimtar. Ka do të më shkujeta besimtar. Prandaj të ndozë shikoni për shkak krenin e sahabëve ato që kanë qenë. S'ka qenë arrogant, as mendjem dhaj, po kanë qenë kenar apo. Shumë parul për kur apo. I ka thonë Suleiman ibn Abdul Malik ibn Marwani, ka qenë pjehlive të njohur të mëdhenj të Emevive. Ka qenë tawaf Ata ibn Abi Rabah, duke bërë tawaf, e i ka thonë nëse ki diçka që i të vynë, kallëzëm.
Thot, një janë tavaf, ty thonë zotit tem që apë më vynë, tani kur dalim flasim. Do të është në tavaf me thonë që apë më vynë. Të Allah jem këtu. A thonë, që ka shfakanari, halife që ka pos, të të njësa ka pos me do. Kur ka dale, ka prit e atje. Ka thonë, tash jena jashtë qabës, a ki diqka. Allah ati që i ka këtë ndurë si thash, për të më ty, s'kam nevojë. Kjo është mi ka du që apëton në sbim, nuk shqitë nga me punë të caktu më thonë. Më ka të tërta që gjynëzën, të pashënën, të bënë me ashti dorën gjithë kujta, me bu kabull gjithë shkaptën. Se njëri dinitet nuk rranë, njëri që ka ftyrë nuk rranë, duhet me koni pa ftyrë me rajta një pënë. Apo? E njëri kur të bënë kabull rranën, për me fitu diqka, që ka një problem Hindi, Hindi u konë gruja e Abu Sufjanit u konë. Aja ja kanë zinë me dorë, me lëqin Hamzës, për në, që ka pas urejtje. I ka në vashë, qëllja barkun, e ka qitë. Ja ka kapë me lëqitë, i ka shtingoja, ka onë qitash, mu knatë shpirti për vrasin që më ka bo babës tam në bedar. A për kuptani? Që kjo kun Hindi, kur karmi adhon besën të pejgamberës të bu muslimane. Si kurse kemi përmend të surja Mumtahine, që ka nërë gratë, mi adhon besën pejgamberit s.a.s. Ka thonë pejgamberës, me hapën një besën që s'keni me bua shirkë, s'keni me vjedhë, edhe s'keni me bua zina. Zina, Hindi ka që dorën, ka dalë veç pak. Ka thonë, e tëzni l'horre, ka thonë, një gru që, se në të ko ka qenë horre, gru e lirë, do në gru që së konë rëbnesh, ose ka qenë gru rëbë, e ka nëzonë luft rëbë, tani ka bu izmet e shërptorë, që kjo konë, e lirë edhe rëbnesha, në të ko. Ka thonë, gru e lirë, gru e shpis, gru që ka burë, bënzina, o ki besatim, unë e shirë kësë këmë po kësi punë që atë. A për kuptanë? Ka një qmim jetë, ka një qmim vetë, që nuk shqitet një për gjithë shka, përdozet për një zina, përdozet për një epsh, për një... Ta njëri nuk e banë që ka dinitet vetë ati jetën. Më ka të aprish këtë dinitet. Të aprish këtë karakter kom. Ta një bëhet njëri mund. Allah në rujt leck që fshit me të gjithë shkafja. Ndash jetë dinitet shme, apëton sëne, rujë nga qëto. Pastaj, e që mund përmenë gjithashtu të mëzër, është pej problemet mëkatit, pej pasujet mëkatit është, se mëkati, subhanallah, e prish sistemin e të mendorit. Si kurse, tash në mund me spjegu për kohën tonë, atë kohë të mëngemi s'ka pas, për në kohën tonë, si kurse e virusi që e prish sistemin operativ. Apo, ke po, programi funksionon mirë, si t'hin virusi, që ka bën? Ti i thush, për shambull, enter, ajta qëtë, s'funksionan, a që shtot, apo? S'funksionan. Ti i thush, shtot, a i kështu shtot, thush, pas ka virus. A thush, me një virus. Shiko, ata po kja, 1000 vetë ju më bashkë, me bu një sistem operativ që punan me të nënë, një virus e dëllashit. E dëllashit. Dhe në mosu i tërë, delë qka, pëse një virus. Për në një virus, kur të hen i mëkatë, sistemin operativ të menduarit, që është e krijuar menje me menu në këto tema, me qëtë njërë me kalkulu qështet, e prish. Të është vëse me kalkulu në koordinim me zemrën, kalkulohet në koordinim me epshin. Kjo është degradimi, s'ka ishme i mendës. Mendja nuk bën më prejk me epsh. Nuk bën. Do të pas izolim. Nga se epshi i aprish sistemin operativ. I aprish. Për shumë për na të vëzër, një thmi që rrit një familje të dukuma. Për ta për shambull, vjedhja është fara stopcian së është apë. Rana, po që vjen shprej, o që ashtu dukuem. Vjen një shok i bankës, shoqe e bankës, apo, edhe këtë sistemin e të menduarit, apo, që e ka marrë shprej, ja prish, apo. Qëka ndodhë kur t'ja prish? Nuk e menon më rranë, që ka më në më herë, apo, ta hajtë mërse. Apo, tash mendja, vend se, shikoni, mendja, vend se me funksionu në refuzim të ranës, mendja, në vend se me funksion në refuzim të mendjes, punon në përdorim të ranës. Tash mena e përdor ranën me fituava. Bojnë koalicion, bojnë alat, apo, shto një që i bën shara, ke poj, nuk o që u budol, po jenë të me që më di me bo dërdhinat shumë, ta me men.
Po s'funksionon që duhet, e ke pa për do thonë që ky më udhëzu me menu mirë ky, po për mbrapsht me menu din fort. Kush e ka prish sistemin e të mendumit apo? Ja ka çorientu kush? Gjunat. Më ka të ka prish sistemin se me bo me koni kthim ka duhet apo? Mendja ti është fort kapacitet apo? Fort kapacitet. Nga problemi që sillet mëkatet, ato që thotë më kamë Allah është se mëkatet thotë më kamë Allah e errësojnë pamjen atë. E errësojnë pamjen atë. Kur errësohet pamja, domethënë vije deri te problemet e për shembull defokusimit pas parë atë. S'ka më fokus. A mundën termo fokusu? Mo ke termo të fokuson çat pikë, cilën pikë burr, ke termo Allah. Apo s'ka më pika të fokusit atë. Nuk ka më koncentrim. Po çka ka? Ka tash joshje. Tani fokusi bëhet me erë. Fokusi tani bëhet me apo me tingull të këndshëm apo. A rrezik, a s'ban, s'demo, se termo apo. Ama dikun do të më orientu, se s'ka pikë orientues apo. Nuk mundesh. Erësojnë apo. Sa më tepër mëkat erësohet apo. Tani s'ka më fokusim. A kur ka pame, ka fokus. Ka fokus. Që atje jam nis. Tjera të apëton, mu më shfaq pame tjera, apo s'ka që atje jam nis. Prandaj këtë defokusimi i madh në jetën tonë që është bë, ky shpërqendrimi i madh në jetën tonë është pikërisht për kaq gjëra. S'ka fokus në qëllim të krijimit, s'ka fokus në xhenet, s'ka fokus në bamirësi, s'ka fokus. Po çka ka? Ka shpërndarje apo. Edhe më tepër ka veprime ato të rastësishme, apo jo të planifikuara. Për shembull bën mirë, që ty njëri tha, u çuma napo, që tani vazhdo. Se ka fokus apo, kjo është e keq apo. Po u fokusu. Për shkak thot, domethënë Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anas ibn Nadr ka thonë në Uhud, jem ka një xhenet apo që syti ka pas apo. Shama i korja, që aty e ka vendos fokus në tjetër. E të defokuson nga kënaqësia e Allahut, të defokuson nga xheneti i Allahut, të defokuson nga jeta përballësore, mëkati. Sa më prezant, sa më i fuqishëm, aq më tepër ndodh zhvendoset defokusimi Allahu na lutem për temat e mëdha. Pastaj një kalon tema tjera periferike, tema që si përkasin, tema pa lidhje, i shkon jeta, tani jeta i ka shkuar këtu më do tema që kush një vet kurse ka vet, as kush si kryen punë, po do tema që edhe nëse kanë kryer punë, kanë qenë domthonë kanë qenë shfrytëzim minimal i jetës në raport me temat e mëdha që kanë mujtë me qenë një funksionim shumë më pozitiv dhe më produktiv i jetës tij këtu më radh. Pastaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah nga pasojat e mëkateve, shikoni prapë nëse meditoni këtu që përmend dhe thash, edhe në 2-3 deri në fund të dersit do më përfundu. E lidhim me pjesën e parë, hala më i kanë shumë del dersit. Po më në pikat dalë më të kanë, pikat Ibn Qayyimit. Hala më kanë, kur ti është edhe nga aspekti e çysh është jeta. Që jeta është e mirë me fokus. E çysh është jeta? Me funksion mend, e çysh jeta? Çysh të këshira atë. Tani këtyre mëkati keq që ta prish. Hala më fuqish me kupton domosë se sa është mëkati për lëmjet e mirë. Ibn Qayyim rahimahullah thotë nga problemet e mëkateve është se mëkati ta ndron emrin atë. Shka për shembull spalla, Allahu xhalla wa ta ka dhënë emrin. Cili është emri apo? Abdullah. Kur ta ka dhënë këtë emër? Allahu xhalla wa. Ta ka pa Allahu emrin për shembull Muslim, i nëshuam Allahut apo. Ta ka pa Allahu emrin për shembull biri Ademit apo, që sa mirë. Apo kjo emrat majën këta. Me këtë emër Allah të ratë në Kur'an, për me të regu se me krejt ato obligime që vinë mas thirës, janë për me të nëru ty. Ja e ju helledhin e amënu, o e që këni besuar. Këtu janë thirit atë. E që ka për më kate? Ta nërën emën atë. Pej o biri Ademit, o pasus e shejtanit. Apo. Pej o besimtar, o munafik. Apo. Prej o i devat shumë, o gjunahqar. Ta nërën emën Allah. Ta nërën emën. Që ka se përëm dikush në udhë bila, me ndru emnin dikun emën të keq me qitë. Gjithë që ka bën me ndruat emën. A përnë njëri me vetë dëshirë e nërën emën e tjeve. Jo të njerës, po të ka Allahu që është halama e keqëm. Që ka thonë pejgamberi s.a.s. Kur ka folë për gënjeshën, ka thonë, وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Të njëri vazhdimisht ranë, deri sa tek Allahu shkruhet si gënjeshtar.
e ka emrin Ranc. Tash para mëna bërë thot me lejkut, shko këtij Rancit që Allah na ruaj. Në gjallë këtë Ranc, thërni këtë Ranc. Shot e kanë rënë vetëm. Njerëz ka më thënë bosun emra që ka futur me vepra. Se sa njëri ka emrin Abdullah, Rabi Allahu te është Adullah, është armik i Allahut ka sa dush. Apo po emrin baba ka gjithë botë mirë. Baba ka dorë me pas një emër që nesër në më e stutje çu duhet. Po njerëz që e përmbys emrin vetëm. E mëkatimi të jap emrin më të keq mund shumë të jap mëkati. Mëkati jap emrin të keq mund shumë. Për shembull, vëzër, çfarë do punë njëri në dunjë që e bën halal me fitu. Që të njëri mund me kohën në çmume, nuk mund me të kurrë me të në çmume. S'mund. Tash për shembull falin shprehje pa veç si mentalitet njerëzve. Nëse njëri për shembull e fiton bukën e tij duke mbledh me turinave, bërllogën e mbledhave. Çaq. Çato ka punë. Me rrok, mund fëmijë, shkollon fëmijë me mbledh me turinë kë punë, bërllog me mbledh apo më. Nëse këtë o bërllogji më thonë. A është në çmë për ta? Jo, absolutisht. Pse? Për shkak se këtë emën e ka fitu, duke fitu me djerë s'ka fshat në bukës për fëmijët e vetë. Kjo është derë Allahut. Nuk është emën në çmë, nuk mund asnjë punë me të thonë në emën fys. Sot që njerëz tentojnë me të me të fy. Apo mi po nuk ka emën më fys se mëkati, sot që njerëz tentojnë me të lëvduar. S'ka mundësi. Dhe mëkati t'jep emër të këqij, Allah na ruaj. Dhe kjo është nga pasojat e këqija të mëkatimit tonë. Të tash më përmend të nëzër edhe e fundit personte. Nga pasojat e këqija të mëkatit thash, tu janë disa keni përmend, do me këto sa që përmenda, nuk përmenda gjysma asaj që ka thënë Mikhail. Po jeni përmbledhje, do ta përfundoj këtë në shkallë në arshëm me një përshkrim përmbyllës të hatashëm të Mikhail rahimullah, lidhur me çështën e mëkatit. Por dal pastaj në temat më konkrete, më praktike inshallah. Personat po me përdor me kaq, duke thonë Mikhail rahimullah thotë nga pasojat e mëkatit është se mëkatet të tradhtojnë në momentin më kritik apo. Që një e bën një gjuna, e mendon që u krye puna. U krye u bën. Ai rën pra paskën diku në momentin më kritik, apo marrësh tradhton, dëmton. Pa na për shkak njëri të vëllazër, njëri i cili e ka një problem shëndetësor, caktuar. Edhe e ka një organizim shumë rëndësishëm, apo. Për shembull, probleme që ka, po them kushtimisht apo ka të shtitje të vazhdueshme. Për ma pak më bot, të shtitje të vazhdueshme ka, si shembull. Edhe merr medikamente, merr çfarë caktuar, thotë bëj pak një dur mos me të shtitat. Nëse të kryet organizimi atë. Edhe mjek thotë merr këto, zia ka doktor shumë që po flas. Ndoshta ka diçka që janë të shtitur. Si shembull konkret. Domthonë merr një 2 orë apo. Edhe e garantoj një 2 orë, kjo është një medikament, një preparat që e nal të shtitjen ose kollitjen për 6 orë. Domthonë ti apo tamam do më don skin, kam prezantu akti final që të shtitja apo. Mobrave që tash. Apo veç që tash mobre. Te kryve që tonë njësa, tani të shtet sa dush, veç që tash mo. Se që tash s'ban me të shtitat. A, qysh do këto? Ma kodër është hala ma i keq, apo. Se s'ka medikament që e pashat. A i vetë pashatët në mirë perfida, apo. Kur vjen koha me dik, që të rinjallë, apo. E të thë njërën, se len me thonë la ilaha illallah. A ka moment ma kritik, se kur do me dojë për dynjas, e s'munësh me thonë që ka do me thonë pse që atëre mëkati po aktivizohet, po bën probleme, thosh pse që tash po bën probleme. Për shkak se e ke lënë me problem, se ke myt në vakt me pendime me ato që do të flasim më vonë, po po flas për mëkatim aktiv. S'po flas për mëkatim mas pendimit. Kjo është mëkatimi si problem aktiv. Ose në varr për shembull, bashku ki nevojë, për shembull për një shoqërues, apo shkon hadith, ki nevojë për një dikon që ta ja pak një ndryshim në natë ertë e të vetmume,
i vjen në formë më të shëmtuar, çka thot apo? Çka thot njëri më? Atë kush je ti apo ti? A pak e kam këtë shëmti, a pak e kam këtë vetmi që më marr shumë, unë më çaj gjinohet çaj. Po, thosh, s'gjete kur mohon me çitasha. Apo, ç'kjo është apo? A ka më këtë çka? A ma këtë ditën e gjykimit apo? Ditën e gjykimit kur njëri pret çik mos po del nërsa s'po përmendet nërsa apo pret që të zini këtë mendon me rastin duhet këtë punë. Rastisht, haj mos nërsa s'po kallëzohet. Haj nërsa s'përmendet. Allahu i dal apo. Sa komprit që dalë, sa komprit, a i thot gjymtyre, sa komprit që i marstrani, unë e për mjë knaq juve, më shku me knaq syte, me knaq durte, me knaq, për juve, ta shqyën i bodë dëshmitar këndër me, e të rathojnë kur sejës për ata. E të rathojnë shokë të vetë, që për ta ka bo gjënoa. Familjeve që për ta kalshu parimet e veta për mjë knaq, apo, që ata e të rathojnë, apo. Që ata se mojnë, apo. Andaj Allah gjallë va që ka të, apo. Meqt aditjen, adu, armeq, apëtëm. Përveç kujna, përveç të devës shmivat, që ata si në armeq. Që të s'ka përsha me konë. Ata në meq se e ka në nuk u duhet. Përndaj, të vëzër mëkatimi, është problem i cili të sill të lashe, probleme, kriza, të tradhton në momentet ma kritike të mundshme ku njëri fare nuk e prat Allah në rutëm. E për me konë i kujdesëm nga këto befasi, dhe nga këto situata të paprishme të palakmushme, mbyllet dherën herët apo. Mbyllet dherën herët e ruju, se përndryshe e kelon një portë të hapur që ke harru që e kelon qel, po ka sjell domthon problemet mëdha apo. Një pakujdes i një qeshme të lëshume e një javë të pushim, është i mjaftueshëm të kesh shpimë të prish apo. Një qeshme, që është harru, po, çaq. Një harres, kur gjë më shumë? Apo, a ka më shumë? Veç një qeshme e ka ru, edhe e dalë me shku në pushim. Ti atje në deti të u rëzit, e të u la, e ka shpia të shku pashtë. Qaq? Edhe këtu, në është të dikune qeshme e ka lonë qela, pëtën, e si në të e pa, veç këtë rëqit ka mëri ujtë i këtu, ka arë kyqë, një qeshme dikune e ke lonë qela. Kur hecë e ke prit, të ka dalë ujë Allah në rujtë, ose dhe i përlemit saktum që ka të shumë të njetë që lusë më Allah në mbronë në rujtë për tjuna. Për në të në vëzër, këto që i ka pranë Ibn Qayyim rahimahullah, e ka pranë disare dhe nuk kemi në shpesh një përsërit, po s'po kësiri kujtim në bëndobi inshallah se këto që i ka pranë Ibn Qayyim rahimahullah, të gjitha janë domon me karakter vetëdijsues me ty në realitet. Nuk janë këto çështje që domon duhet më ku dikur si lloj zhgënjimi, si lloj depresioni, si lloj friksimi, panike, janë këto të thotë, ja, këto janë këshilla vetëdijsuese, me të pjek, me të rrit, me të ngrit, me të ndru pozicion, me kuptuar edhe ç'është duhet apo. Nga si jeta ka kuptim apo në besnikni jon të rrethi. Jeta ka kuptim me emra të mirë, jeta ka kuptim me fokus e me dritë, jeta ka kuptim domethënë me funksion mend në zor, jeta ka kuptim domethënë me respekt e vlerësim të vetes, apo jeta ka kuptim me kujdes të Allahu xhallahu ala, jeta ka kuptim me trashëgimi të njerëzve të mirë, të popujve që kanë shpëtuar që janë shkatruar. Jeta ka kuptim me dashninë të mirës, apo një e kundërta. Dhe ka kuptim me zotnjëllak zemrës apo. Çdo që për më keq të folëm apo, jeta me çdo ka kuptim, jeta me çdo përmbajtësore. E mëkati e zbraz jetën nga këto dhe pamundson që jeta me kon funksionon me këto kuptime. Besoj që është mjaftueshëm treguese ka shi çfarë problemi jemi edhe si duhet me trajtu, gjynojnë thash si problem në tërësi. Allahu xhallahu ala na ruaj, na mbrojt nga sherrri i gjunave tona, i mëkateve tona, i lëshimeve tona. Allah na i mbuloft metat tona, i fal mëkatet, na boft nga ata që janë të udhëzuar dhe që tjerë udhëzohen përmes tyre. Me kaq për këtë pjesë Allah e shpërbleft. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.